Kush është? Kush është? Ka edhe Ilca më baba. Puqes, vëshkiti. Ata hopi më U baba. emocionua. Ata hopi më baba. Ka edhe Ilca. Ata hop baba ty. Alo. Ata hop baba ty Ilca. Po baba, pse se mbylli derën apo? Po le ka shoj dhe këshia, sa është banoj e një si bashkake nëmër. Sa i dhe. Po në ka frama, për zënje hapsirë të publikut. Wow. Wow! O bab, të të dashkën 4 më vita më bab me liru. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më baba është gurë për këti kësë. Wow, shoqa Lunës! Kush është me zemër? Frozen? A, marrin për doret baba, hajde mere për Është doret. Frozen? Mere për doret baba, e futin të shpia, hajde. Hajde, ka për doret baba, ka për doret. Puqe baba, ka për doret baba, Puqe, kuklan. ka për doret do. Ka për doret shumë baba, ka për doret shumë. Ika baba, Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. ika baba. Mua. Baba, e i seriozit i baba me puqën në mua. Elsa do vlem balkon se nuk do vlek në. Aha, sa e mi. Do vlem balkon Luis, ta dish. Una Elsa. Elsa. Una vëllojtër. Më keni shkruar shumë pse nuk je në goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë suksese panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak, se kush janë tani gjejve. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj. Erdi Dimri dhe bashkë me Dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Erdi Dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, rota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furr tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furr. Do ta vëm, sa do ta vëm. Qënë, dhe vjetë. Jep. Dalim, marru një punë. Hey guys, mirë mëgjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e Teritorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Dhe tani doja të vija këtë shallin këtu, të belin, siç ka dalë moda, po kemi një problem që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vockël. Që t'i bëjmë? Dhe po e lidha Kemi dalë në Borë, në Prishtinë dhe të rruga. Të lëshoj që më pak. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes se mos të fahen duart ftohtit, Margat. Wow, amazing. Mama, një qatë sa mama. Do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti.
pëlqen? Edhe ma shumë. Smush plot me borke. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, komplet. Që u bën, ka bën Xhamin me avullë? Po presim Ana, no? Po pranë, po na e vënon ky Joni. O zot. Vetëm ajo mund të vënohet tek ty, askush prej nesh. Hajde, Hajde, Joni. Joni. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flok natyrale, që nuk është nevojë me ble flok të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flok të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilëtetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është Nutrilite që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë teas një peshqesh me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutrilite, këtë Nutrilite, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani